Lideri i LSDM-s Venko Filipçe ka kërkuar takim liderësh me kryeministrin, njëherët edhe kryetarin e VMRO-DPMNE-s Kristian Mickoski, për të diskutuar për rrugën e integrimit europian të vendit. Filipçe thot se Mickoski e ka refuzuar takimin, ende pa ja shpjeguar në detaje. Kur diskutojmë disa pika të rëndësishme që kërkojnë konsenzus kombëtar, ndërsa jetojmë në një shoqëri multinacionale dhe multikulturore, këto çështje duhet të trajtohen shumë seriozisht. Nëse është pezull çështja që Komisioni Historik mund të jetë pengesë në procesin e integrimit evropian pas ndryshimeve kushtetuese, ndërsa në protokollin 2 unë mendoj se kjo nuk është askund kusht, por përkundrazi qeveritë e inkurajojnë punën e Komisionit Historik dhe të gjithë vendimet atje merren me konsenzus. Besoj se duhet të ulemi dhe të flasim. Filipçe thot se ishin shumë të qarta mesazhet nga kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe komisionerja europiane Kaja Kallas se tani është koha që vendi ynë të arrijë malin e zi dhe Shqipërinë. Ata po bëjnë hapa të mëdhenj përpara dhe pritjet janë që brenda 2 deri në 3, maksimum 4 vjetësh ata të jenë në prag të BE-s. Pra së pari në takim mund të diskutojmë atë moment të interpretimit të protokolleve. Nga VMRO-DPMNE të dielën thanë se nuk ka nevojë për takim liderësh.